Gjykata e shkallës së parë në Vlorë ka vendosur që të lejë në burg, të lejë në fuqi masën e sigurisë të dhënë edhe nga policia e qarkut të Vlorës, si një kërkesë kjo edhe prokurorisë për 32 vjeçarin i cili pak ditë më parë aksidentoi me mjetin e llojit të Porsche, 17 vjeçarin i cili po ktheje nga puna në bulevardin e Vlorës. Aksidenti për këtë të fundit ka rezultuar tragjik duke humbur jetën në vend. 32 vjeçari Hajri Bajramaj ka mbërritur në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë rreth orës 13 të kësaj tenteje. Ai është njohur me masën e sigurisë Ares me burg, të caktuar fillimisht edhe nga policia e Vlorës. Blut e Vlorës e arrestuan 32 vjeçarin në flagrancë 2 ditë më parë, fill pas aksidentit, teksa i caktuan këtë masë sigurie paraprake për shkak se u konstatua duke qarkulluar me shpejtësi të normave të lejuara dhe nën efektin e alkoolit. Gjykata e Vlorës ka vlerësuar sot se kjo mask do të mbetej në fuqi. Seanca gjyqësore është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe është gjykuar nga gjyqtari Etienne Isak. Siç mësohet, edhe prokuroria e Vlorës ka kërkuar lënje në fuqi të masës së sigurisë Ares me burg për 32 vjeçarin, për shkak se sipas prokurorisë, provat në vendin e ngjarjes, pamjet filmike dhe dëshmitë e personave që panë aksidentin kanë vërtetuar se fajtor ka qenë pikërisht Hajri Bajramaj, i cili në ato momente, duke drejtuar mjetin e llojit Porsche, ka goditur nga pas motorin e 17 vjeçarit Leandro Shametaj. Gjithashtu sipas prokurorisë, prove pa kundërshtueshme është edhe testi i alkoolit i kryer mbi drejtuesin e automjetit. Duke parë dosjen hetimore, analizuar provat në vendngjarje, gjyqtari i çështjes Etienne Isak ka lënë në fuqi masën e sigurisë Ares në burg, për shkak se edhe për gjyqtarin provat kanë qenë të pakundërshtueshme. Në sallën e gjyqit, 32 vjeçari ka pranuar akuzat dhe siç mësohet, është prehur i penduar për krimin e kryer, duke i kërkuar falje familjarëve të viktimës. Seanca gjyqësore ka përfunduar në orën 14 të kësaj tenteje, kohë ku 32 vjeçari është larguar në drejtim të paraburgimit të Vlorës. Pas përfundimit të seancës për njojën e masës sigurisë dhe lënje në fuqi të masës Ares në burg, për 32 vjeçarin Hajri Bajramaj ka folur për media edhe dajua i Leandro Shametajt. Për dajon e 17 vjeçarit që humbi tragjikisht jetën, dënimi i dhënë është më se i merituar. Ai kërkon që krahas dënimit ta shpërsohet ligji tepër për të tilla vepra penale. Dajua i 17 vjeçarit të ndjer thosë se ky nuk është thjesht një aksident, por ai e konsideron këtë vepër si një vrasje me dashje. Unë jam dajua i Leandros dhe këtu jam bashkë me familjarët dhe ne kërkojmë nga drejtësia që vërtet ai e ka marrë, domethënë, atë çka meriton, por ne kërkojmë që ta shpërsohet ky ligj pasi ajo nuk është një aksident, por është për ne është një vrasje me dashje. Në momentin që të ecësh në bulevard me 200 km dhe ti jesh i papërgjegjshëm, të dalin të dy testet e bërë të alkoolit, të dalin pozitiv, për ne kjo është nuk ka fjalë, nuk e përshkruajmë dot, nuk arrim dot ta besojmë, domethënë, të gjithë këtë që na ka ndodhur. Kërkojmë që ta shpërsohet ligji dhe të mos ngelet me burg apo me shkeljet e qarkullimit, se kjo nuk është shkelje e qarkullimit rrugor. Për ne është vrasje me dashje. Televizioni 6+1 Vlora ka mundur të siguroj edhe videon e momentit të aksidentit. Në video duket mjeti i llojit Porsche, i cili godet nga pas motorin e të miturit Leandro Shametaj në bulevardin e Vlorës, duke marrë atë zvar për disa metra së bashku me trupin e viktimës, të gjendur poshtë mjetit luksoz. Sipas dosjes hetimore, Hajri Bajramaj, duke drejtuar mjetin e llojit Porsche, ka qenë me një shpejtësi
mbi 150 km/h, në një rrugë ku lejohet maksimumi 30 km/h qarkullim. Madje sipas kësaj dosje, testi i alkoolit ka rezultuar në nivel tepër të lartë, disa fish më shumë se norma e lejuar.